Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të medjave, të dashur qytetarë, ne e mirëpresim vendimin e Bashkimit Evropian për të hequr masat që ishin vendosur Kosovës. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse së pari institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë dhe së dyti, sepse deeskalimi i situatës ishte pikërisht merit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ndërkohë, Republika e Kosovës dhe institucionet e saj u bën cak i sulmeve terroriste, prej të cilave 2 me pasoja të rënda. Ajin e Banjës të Zveçanit me 24 shtator të vitit 2023, ku mbeti i vrarë rreshteri policor heroi ynë Afrim Bunjaku, dhe tjetri në kanalin Ibër Lepend në Varak të Zubin Potokut me 29 nëntor 2024, që synonte dëmtimin e pariparueshëm të infrastrukturës kritike. Për të dy këto sulme tashmë ka aktakuza të ngritura. Për rastin e Banjskës, të gjitha provat dëshmojnë për një plan të përgatitur me përfshirjen dhe financimin e shtetit Serbisë për aneksimin e veriut të Kosovës përmes strukturave paramilitare pas një konflikti që do të zgjerohej. Po të mos ishin vendimet në kohë dhe reagimi i shpejt e profesional i njësive tona speciale të policisë, mëngjesi 24 shtatorit të vitit 2023 do të na zbardhte një realitet krejtësisht tjetër në terren. Ndërkaq për sulmin mbi kanalin Ibër Lepens, provat e grumbulluara dhe informacionet rreth të arrestuarve gjithashtu konfirmojnë përfshirjen e strukturave ilegale të Serbisë dhe vetë shtetit të Serbisë. Në retrospektiv, çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për Republikën e Kosovës. Situata e qetë, lëvizja e lirshme dhe funksionimi i institucioneve të shtetit në veriun e Kosovës është pikërisht sepse ka triumfuar sundimi i ligjit dhe rendi publik. Megjithë këto, gjatë gjithë kësaj kohe, nuk kemi qenë asnjëherë të hidhruar me Bashkimin Evropian. Kemi mbetur plotësisht të përkushtuar ndaj integrimit evropian për përmbushjen e kritereve për antarësim dhe për të vazhduar si aleat dhe kampion të vlerave demokratike. Por më duhet të them edhe diçka. Republika e Kosovës, masat më të mëdha financiare, nuk i ka vuajtur nga Bashkimi Evropian, por nga opozita parlamentare. Në muajin e kaluar, përkundër insistimit tonë, ku vendi i Republikës u shpërnda pa u votuar plani i rritjes së Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej, në mungesë vullnete dhe të votës së opozitës. Andaj uroj dhe shpresoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe konstituimit të kuvendit, edhe opozita e tanishme t'ja heq masat Kosovës. Si pikë e parë e rendit të ditës për sot, kemi propozimin për konfirmimin e obligimit zbatimit vendimeve të CEFTA-s dhe të protokolleve të saj. Në fund të vitit kaluar, 16 vjet pas shpalljes së pavarësisë, shënuam një arritje historike në CEFTA duke e larguar ulmikun e duke siguruar përfaqësim të plot e direkt vendit tonë. Ky hap forcoi zërin e Kosovës në vendimarrjen rajonale dhe mundësoi udhëheqje aktive në CEFTA 2025, përfshirë zgjedhjen për herë të parë të një drejtoreje shqiptare në krye të sekretariatit. Këtë vit, në udhëheqjen e Kosovës, morëm 12 vendime. Sot, për vendimarrjet të qeverisë, kemi vendimet që janë aprovuar në Komitetin e Përbashkët të CEFTA-s, sikurse tregtinë elektronike dhe bashkëpunimin digital, barna më të sigurta dhe qasje më e shpejt në tokë,
mbështetje për bizneset përmes uljes së kostove doganore dhe të përshpejtimit të procedurave doganore, njohje në nënshkrimeve elektronike dhe qasje më e barabartë në shërbime digjitale pa geoblocking, si dhe konkurrencë e drejtë që sjell zgjedhje më të gjera e çmime më të mira. Të gjitha këto vendime do të zgjerojnë dhe thellojnë tregtinë mes Kosovës dhe rajonit, si dhe qasjen graduale në tregun unik të Bashkimit Evropian. Arritje këto që përkthehen sigurisht në më shumë vende pune, shërbime më cilësore dhe një Kosovë në përgjithësi më të sigurt e më prosperuese. Dy pika tjera me rëndësi sot, të ndryshmet, janë vendimi në lidhje me memorialin e familjes Jashari dhe epopen e UÇK-s në bashkinë Hora e Arbreshve në Itali dhe ndarja e mjeteve për bursën e mobilitetit për studentë. Para një muaji e kam mirëpritur në Kryeministri kryetarin e Bashkisë Hora Arbreshve, zotrin Rosario Peta. Ndër temat që kishim diskutuar dhe për të cilat ishim pajtuar, ishte edhe memorializimi veprës dhe kujtimit të heroizmit të kryekomandantit ton Adem Jashari dhe të familjes së tij epike në këtë komunë Arbreshe në Itali. Sot do të themelojmë komisionin profesional për përzgjedhjen e artistit apo grupit të artistëve për ngritjen e memorialit për familjen Jashari dhe epopen e ushtrisë shqiptare të Kosovës në Hora e Arbreshve. Memoriali do të jetë donacion i Qeverisë së Republikës Kosovës për Arbreshët në Itali. Gjithashtu, po ndajmë 1.65 milion euro për grupin e parë të studentëve përfitues, rreth 10.000 prej tyre, të programit të bursës së mobilitetit për studentë. Siç kemi njoftuar më parë, vlera e bursave ndryshon varësisht nga distanca prej vendit ku jetojnë dhe vendit ku studiojnë studentët. Kjo bursë synon që të zvogëloj pabarazit dhe të krijojë mundësi edhe për ata studentë që vinë nga zonat e largëta e që për ta studimet do të ishin më të kushtueshme. Me këtë është përmbushur qysh tash njëri prej premtimeve të qeverisë sonë për mandatin e ardhshëm. Duke qenë qeveri në detyrë, tashmë po kryejmë edhe detyrat të së ardhmes. Dhe për fund, para se t'ja nisim mbledhjes, nga këtu urojmë mirëseardhjen vendlindje bashkëdhetarëve tonë që kanë nisur të vinë dhe do të vinë edhe më shumë gjatë javës tjetër. Atyre që tashmë kanë ardhur, urojmë që po kalojnë momente e kohë të këndshme me familjet dhe miqtë e tyre, ndërkaq atyre që do të udhtojnë ditëve në vijim, urojmë rrugë të mbarë, institucionet e shtetit duke nisur nga policët kufitarë do të jenë në dispozicion dhe në krye të detyrës për mikpritje sa më të mirë. Ju faleminderit e tash po fillojmë me agjendën e paraparë për sot, sa i përket rendit të ditës. Fillojmë me pikën shqyrtimi propozim vendimit për konfirmimin e obligimit zbatimit vendimeve të CEFTA-s dhe të protokolleve të saj. Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra, në udhëheqjen e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, konkretisht kryesimit të CEFTA-s nga Kosova që prej pritet 2025, janë marrë gjithsej 11 vendime. Përmes vendimit të sotëm konfirmojmë obligimin e institucioneve tona për të zbatuar në plotëni këto vendime përmes marrjes së hapave ligjor dhe administrativ nga ana jonë. Obligimet e ndërmarra brenda CEFTA-s tani sigurojnë tregtim thjesht dhe shërbime më të shpejta, besueshmëri digjitale, qasje të barabartë dhe konkurrencë drejt e përfitim për konsumatorët. E ftoj ministrën detyrë të Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdari, ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, krahas përmbushjes së obligimeve nga marrëveshja stabilizim asociimit gjatë këtij mandati, qeverisës ka adresuar dhe ka siguruar përfaqësimin e Kosovës në marrëveshjen CEFTA nga institucionet e saj dhe duke larguar UNMIK që përfaqësonte Kosovën në CEFTA, si dhe duke miratuar një seri vendimesh që kanë dalë nga Komiteti i Përbashkët i CEFTA-s, ku 11 nga këto vendime janë miratuar kur Kosova kryesoi CEFTA nga
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë e jo nga UNMEK pra gjatë vitit 2025. Ky kryesim gjithashtu rezultoi me përzgjedhjen e drejtores së re, zonjës Pranvera Kastrati si drejtore e sekretariatit CEFTA-s, pas 2 vitesh bllokim të sekretariatit CEFTA-s. Për më shumë, me 24 shtator 2021, pas 13 vite zbatim të marrëveshjes CEFTA, për herë të parë morëm iniciativën zyrtare për të rregulluar përfaqësimin e Kosovës në CEFTA. Adresuam letrën në sekretariatin e CEFTA-s në Bruksel, ku përmes kësaj letre kërkuam largimin e UNMIK-ut nga ky mekanizëm dhe që Kosova të përfaqësohet e barabartë si vendet e tjera. Me 9 tetor 2024 në takimin special të Komitetit Përbashkët në CEFTA, miratuam vendimin për ndryshimin e rregullave të procedurës, me që rast larguam përfundimisht pjesëmarrjen e UNMIK-ut në CEFTA dhe përfaqësimin e Kosovës vetëm nga institucionet e saj në CEFTA. E me 1 janar 2025 shënuam një arritje historike për Kosovën, kryesimin e Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s për vitin 2025 për herë të parë nga institucionet e Kosovës dhe pa prezencën e UNMIK-ut. Për më shumë, vetëm gjatë viteve 2024-2025 u morën 22 vendime nga Komiteti i Përbashkët CEFTA, ku 11 nga këto vendime lehtësojnë tregtinë mes vendeve anëtare të CEFTA-s drejt rrugës së anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Unionin Evropian. Aprovimi i vendimit të propozuar sot për zbatimin e vendimeve të Komitetit Përbashkët të CEFTA-s paraqet përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të Republikës Kosovës, garantimin e funksionimit të rregullt të marrëdhënieve tregtare brenda vendeve anëtare të CEFTA-s. Vendimet e Komitetit Përbashkët CEFTA-s janë rezultati i pajtueshmërisë të negociatave ndërmjet të gjitha palëve kontraktuese me përfshirjen e ekspertëve nga institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës. Këto vendime synojnë harmonizimin e rregullave tregtare, lehtësimin e tregtisë së malrave dhe shërbimeve, eliminimin e barierave teknike dhe administrative, si dhe forcimin e sigurisë juridike për operatorët ekonomik. Për me tepër, këto vendime burojnë nga aktivitetet e parashikuara në planin e veprimit 2020-2024 dhe 2025-2028 të tregut të përbashkët rajonal, i cili rrjedh nga procesi i Berlinit dhe është pjesë integrale e planit të rritjes së Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor. I nderuar kryeministër, në kuadër të këtij propozim vendimi për aprovim qeveri, përfshihen këto vendime që mbulojnë fushat e ndryshme të lehtësimit tregtisë së malrave dhe shërbimeve, si në vim. Vendimi për lehtësimin e tregtisë elektronike, vendimi për aspektet tregtare të drejtave të pronësisë intelektuale, vendimi për parandalimin e gjeoblokimit të pajustifikuar, vendimi për lehtësimin e tregtisë së shërbimeve të ofruara nga agjencitë e udhëtimit dhe operatorët turistik, vendimi për krijimin e sistemit elektronik për lehtësimin e menaxhimit të riskut për tregtinë e malrave, vendimi për njohjen e programeve të operatorëve ekonomik të autorizuar, vendimi për shërbimet të dorëzimit të pakove ndërmjet palëve, vendimi për shkëmbimin elektronik të të dhënave lidhur me autorizimet e hyrjes për grupet e barnave që përmbajnë substancat e kontrolluara, vendimi për njohjen e shërbimeve të besueshme të kualifikuara, si dhe vendimi për njohjen e nënshkrimeve elektronike të avancuara dhe bulave elektronike të avancuara. Andaj, duke u bazuar që aprovimi i këtij vendimi të sotëm ka rëndësi institucionale dhe politike, pasi që demonstron zotimin e Republikës Kosovës në respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe forcon kredibilitetin e Kosovës si palë aktive dhe e përgjegjshme në kuadër të CEFTA-s, po ashtu edhe në kontekstin e integrimit rajonal dhe afrimit me legjislacionin dhe praktikat e Bashkimit Evropian. Rekomandoj në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë së Tregtisë që qeveria e Kosovës të miratoj këtë projekt vendim, projekt propozim. Faleminderit. Faleminderit Ministri Hajdare, do fjalën një për diskutim. Atëherë juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i propozimit vendimit për aprovimin e ekstraktit procesor verbalit dhe transkriptit mbledhjes së 277 dhe të ekstrakteve të procesor verbaleve të mbledhjeve 275 dhe 276 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Vazhdojmë me aprovimin e ekstrakteve të procesor verbaleve të mbledhjeve 277 si dhe ekstraktet pra e procesor verbaleve të mbledhjeve 275 dhe 276. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për?
Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i propozim vendimit preliminar për shpërndësim për krimin e drejtës së servitutit për interes publik të pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit linja ajrore 190 kV parku me erë Zatriç. Ky projekt përbën një ndërhyrje me rëndësi të veçantë për zhvillimin e infrastrukturës energjetike të qëndrueshme të vendit, duke garantuar furnizim të sigurt dhe afatgjatë me energji elektrike nga burimet të ripërtrishme. Krijimi i servitutit dhe shpërndësimi i pronave domosdoshme forcojnë stabilitetin e sistemit elektroenergjetik dhe japin kontribut të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit në përputhje të plotë me objektiva dhe strategjitë kombëtare për tranzicionin drejt energjisë gjelbër. Ftoj ushtruesin e detyrës së ministrit të mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Hysen Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar zënës kryeministra, ministra, zënës ministra. Departamenti i Shpërndësimit pas miratimit të vendimit numër 08/269 të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimeve publike, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore të përcaktuara në ligjin për shpërndësim të pronës së palojshme dhe i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpërndësimit për interes publik të pronave të palojshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit linja ajrore 110 kV parku me erë Zatriç 1 dhe 2, zona kadastrale Ravec, Zatriç dhe Drenoc, komuna Ravecit. Investimi nga kompania Eve Wind Park SHPK sipas tabelave bashkëngjitur këtij vendimi. Prandaj ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i propozimit preliminar për shpërndësim për interes publik të pronave të palojshme shoqërore të ndërmarrjes shoqërore industria e mobileve për parimi dhe atyre private për nevojat institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës. Me miratimin e këtij vendimi, Qeveria e Republikës së Kosovës konfirmon ligjshmërinë dhe bazën e plotë juridike për vijimin e shqyrtimit procesit të shpërndësimit për interes publik me qëllim të përmbushjes së nevojave funksionale dhe zhvillimit të institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës në zonën katastrale Prishtinë, komuna e Prishtinës. Ky proces krijon parakushte të domosdoshme për sigurimin e hapësirës dhe burimeve strategjike për funksionim efikas dhe zhvillim afatgjatë të institucioneve të shtetit tonë. Ftoj edhe një herë ushtruesin e detyrës së ministrit, zotëri Hysen Durmishin, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër. Departamenti i Shpërndësimit pas vendimit të parë të datës 19/9/2025 dhe mbajtjes së dëgjimit publik, vlerëson se janë plotësuar kushtet e përcaktuara me ligjin e shpërndësimit të pronës së palojshme dhe propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpërndësimit për interes publik të pronave të palojshme shoqërore të ndërmarrjes shoqërore industria e mobileve për parimi dhe atyre private për nevojat të institucioneve shtetërore të Republikës Kosovës, zona kadastrale Prishtinë, komuna e Prishtinës. Ju ftoj që ta miratoni. Faleminderit. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpërndësim për interes publik të pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i kyshjes së Vitis në autoudhën Arben Gjaferi, Prishtinë, Hani e Lezit. Realizimi i këtij vendimi ka rëndësi të posaçme pasi mundson zhvillimin e një nyje të rëndësishme që lidh autoudhën Prishtinë, Hani e Lezit, Arben Gjaferi, duke përmirësuar ndërlidhjen e komunës së Vitis me rrjetin kryesor rrugor kombëtar. Ky projekt ndikon drejt për drejt në rritjen e sigurisë dhe rrjedhshmërisë trafikut, lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve dhe mallrave, si dhe në nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe social të zonave përreth, duke i shërbyer interesit të gjerë publik. E ftoj edhe një herë ushtruesin e detyrës së ministrit mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Hysen Durmishin, që ta merr fjalën.
Faleminderit Kryeministër. Me datë 7/10/2025 kemi marrë vendimin e parë dhe pas mbajtjes së dëgjimit publik, tani sjellim para qeverisë vendimin preliminar me të cilin konfirmohet ligjshmëria e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i kyçjes së vitis në autoudhën Prishtinë-Honi-Erlezit, Arbër Xhaferi, zonat kadastrale Gërliz dhe Komoglov, komunë Ferizaj dhe zonat kadastrale Begrac, komuna e Kaçanikut, sipas tabelave të cilat i keni bashkangjitur këtij vendimi. Duke ditur rëndësinë e këtij projekti dhe në mënyrë që të përfundoj sa më shpejt, ju ftoj që ta miratoni këtë vendim. Faleminderit. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozim vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për interes publik të pronave të palojshme, të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi rrugës tranzit në Klin nga N9 deri në R104 Klin Gurakoc. Rëndësia e këtij vendimi qëndron në krijimin e kushteve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore kryesore të zonës, duke lehtësuar lëvizjen e qytetarëve dhe transportin e mallrave, përmirësuar sigurinë dhe efikasitetin e trafikut, se duke kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe social të komunës së Klinës dhe rajonit përreth. Edhe një herë ushtrues detyrës ministrit Hysem Durmishi. Faleminderit Kryeministër. Departamenti i Shpronësimit pasi që konsideron se kërkesa për shpronësim për interes publik e komunës së Klinës është në pajtim me nenet 4, 7, 8, 44 dhe 45 të ligjit për shpronësimin e pronës së palojshme, i propozon qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme të pronarëve të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i rrugës tranzit në Klin nga N9 deri në R104, Klin Gurakoc, zona kadastrale Klinavc, Dolc, Dresnik, komuna e Klinës, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi. Prandaj ju ftoj që ta meratoni. Faleminderit. Dëm fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i propozimit vendimit për shqyrtimin e mëtejmë kërkesës për shpronësim për interes publik pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi i rrugës nacionale M25 Prishtinë-Podujev. Zgjerimi i kësaj rruge, pra M25 Prishtinë-Podujev, ka rëndësi të veçantë pasi ajo përfaqëson një nga akset kryesore lidhëse ndërmjet kryeqytetit dhe rajonit të Llapit, si dhe një korridor të rëndësishëm për qarkullimin ditor të qytetarëve, transportin e mallrave dhe shërbimeve. E ftoj ushtruesin e detyrës së ministrit Hysem Durmishin që përsëri ta marrë fjalën. Faleminderit Kryeministër. Departamenti i Shpronësimit pasi që konsideron se kërkesa për shpronësim për projektin zgjerimi i rrugës nacionale Prishtinë-Podujev është në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 4, 7, 8, 44 dhe 45 të ligjit për shpronësimin e pronës së palojshme, i propozon qeverisë Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim me të cilin miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit zgjerimi i rrugës nacionale M25 Prishtinë-Podujev. Zonat kadastrale Bërnica e Epërme, Bardosh, Trug, Leban, Prugovc, Besi, Ranjshdol dhe Tenezhdol janë në komunën e Prishtinës dhe në zonat kadastrale Lupçi-Poshtëm, Shakovic, Luzhan, Lug të komunës së Podujevës, sipas tabelave të bashkangjitura këtij vendimi. Duke marrë parasysh se jemi në përfundim të realizimit të këtij projekti, është shumë e rëndësishme që të kryhet procedura e shpronësimit në mënyrë që të përfundojmë pjesët e mbetura që kanë mbetur për këtij projekti. Duke i ditur rëndësinë e këtij vendimi, ju ftoj të gjithëve që ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit. Dëm fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 8 është shqyrtimi i propozimit vendimit për aprovimin e raportit të tretë punës Komisionit për vlerësimin e sistemeve shtetërore të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike.
Ministria e Punëve të Brendshme propozon të aprovohet raporti i tretë i punës komisionit për vlerësimin e sistemeve shtetërore të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike, lista e sistemeve të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike shtetërore dhe lista e pozitave të punës të lidhura me sistemet përkatëse. Komisioni ka bërë vlerësimin në përputhje me rregullat dhe kriteret e përcaktuara për vlerësimin e sistemeve shtetërore të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike. Për më tepër e ftoj ministrin e Punëve të Brendshme, Zotëri Gjergj Sveçlen, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra. Me qëllim të aprovimit të listës së ekspertëve të kategorizuar sipas shtojcës 14.4 të ligjit numër 08-1/196 për pagat në sektorin publik, me lejen që paraqes propozim vendimi përkatës. Pjesë përbërëse e këtij vendimi është lista bashkangjitur e sistemeve shtetërore të informacionit dhe komunikimit me rëndësi strategjike, si dhe ekspertëve të kategorizuar sipas shtojcës 14.4 të ligjit numër 08-1/196 për pagat në sektorin publik. Duke marrë parasysh rëndësinë e çështjeve të lartë përmendura, kërkoj nga ju miratimin e këtij vendimi. Ju falenderit. Faleminderit ministër Sveçla. Nëse nuk e do fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 9 të shqyrtimi propozim vendimit për ndryshim dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/220 të datës 11 shtator 2024 për themelimin e komisionit të ankesave për personat që u është refuzuar certifikata e sigurisë së personelit. Të nderuar kolegë, anëtarë të kabinetit qeveritar, para jush parashtroj për shqyrtim dhe miratim propozim vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 05/220 datës 11 shtator, sin VM, pikës 1.1 të vendimit të cekur më lartë, Abdulkader Muçaj, përfaqësues i Ministrisë së Mbrojtjes, i shtohet fjala kryesues, ndërkaq te pika 1.2 vendimit të cekur më lartë zëvendësohet sin VM. Kapiteni Sagashi, shef i sektorit të informacionit të klasifikuar dhe verifikimit të sigurisë, përfaqësues i Policisë së Kosovës, zëvendësohet me zotëri Arben Paqarizën, zëvendës kryesues. Për më shumë e keni materialin përpara. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 10 është të ndryshme, por me një mori pika është përbrenda. Fillojmë me shqyrtimin e propozimit vendimit për vazhdimin e mandatit të Komisionit për verifikimin e diplomave të lëshuara nga Universiteti Veriut Mitrovicës. Çdo qytetar i Republikës së Kosovës ka të drejtën e barabartë për edukim e punësim, për t'u mundësuar qytetarëve tonë të komuniteteve jo shumicë që studiojnë në Universitetin e Mitrovicës Veriut, që t'i qasën tregut të punës dhe mundësive brenda administratës shtetërore, kemi themeluar komisionin për verifikimin e diplomave me propozimin e ish-ministrit tim për komunitetet dhe kthim, që tash është nënkryetari i Kuvendit të Republikës, zotëri Nëna Drashiq. Këtij komisioni do t'ja vazhdojnë mandatin deri me datën 20 mars 2026, pra 3 muaj nga tani. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika tjetër është shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve buxhetore për mbulumin e mungesës së mjeteve në kategorinë e shpenzimeve paga dhe shtesa për muajin dhjetor 2025. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve propozon të aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore për mbulimin e mungesës së mjeteve në kategorinë e shpenzimeve paga dhe shtesa për muajin dhjetor 2025 në shumën prej 18.758.725 euro e 78 cent. Për më shumë e ftoj ministrin detyrë të Financave, Punës dhe Transfereve, zotëri Ekran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe të nderuar kolegë. Në raport apo në lidhje me pikën që sapo e përmendet nderuar kryeministër, kërkoj ndjes për kërkoj që të shtyhet për një mbledhje të radhës, me qenë se fesari është ende duke bërë llogaritjen e pagave, prandaj ende duhet
pra kohë që të dihet shumë e saktë se si të ndahet për organizatat buxhetore. Andaj kërkoj që të shtyhet në një mbledhje të radhës. Faleminderit. Dakord, atëherë po e shtym për mbledhjen e radhës derisa të bëhen përllogariqjet e sakta në thesar. Pika tjetër është shqyrtimi i kërkesës Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve për kursime dhe ndarje sipas tabelave të bashkangjitura në aneksin A kursimet dhe në aneksin B ndarjet. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve propozon që të aprovohet kërkesa e tyre për kursime dhe ndarje. Shuma e kursimeve është 2.019.785 euro, kurse ndarjeve në shumë prej të njëjtës vlere. Ftoj edhe njëherë Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hebron Mërot. Faleminderit të nderuar kryeministër. Në lidhje me këtë pikë të renditës, kemi pra ndarjen në dy kategori, është konkretisht programi i ringjalljes ekonomike në vlerë prej 1.28 milion euro, mjet të cilat pra do të shërbejnë për pagesën e një pjesë të bursës së mobilitetit, si dhe një pjesë tjetër pra për programet që janë tashmë në vazhdim, si dhe janë 735.000 euro të tjera që do të ndahen pra për renovimin e depos në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Faleminderit. Faleminderit. A do fjalën dikush për diskutim? Fjalën e ka kërku Ministri i Shëndetësisë Arben Vetia. Faleminderit shumë kryeministër, nuk u durova pa e marrë fjalën për arsye se për më shumë se 25 vite sistemi publik është përballur me shumë të lashe në ruajtjen e barnave, që kjo ka senu shpeshherë edhe është dashur të kujdesemi shumë për cilëtetin e këtyre barnave. Dhe më në fund, Kosova, sistemi publik po bëhet me një depo qendrore të barnave që do të garantojë cilësi, distribum më të mirë, digitalizim të gjithë procesit që do të thotë jashtëzakonisht shumë për spitalet tona. Prandaj ju falenderoj shumë juve kryeministër, qeverinë dhe në veçanti edhe ministrin Murati për vullnetin e treguar që ky proces të përfundojë sa më shpejt e ky proces pritet që të përfundojë brenda ditësh. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë ministër Vetia, do fjalë dikush diskutim? Juftoj për miratim kush është për. Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i propozim vendimit për ndarje të mjeteve buxhetore për zbatimin e masave 3.6, 4.5 dhe 3.8 pakut të ringjalljes ekonomike. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve propozon të bëhet ndarje e mjeteve buxhetore në shumë prej 2.297.290 euro për zbatimin e këtyre masave. Për më tepër e ftoj ministrin në detyrë të Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuraj Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Siç edhe thatë, bëhet fjalë për ndarjen nga paku ringjalljes ekonomike në vlerën prej 2.29 milion euro, e cila ndahet si në vijim, pra për dy vendime apo dy programe që tashmë janë në zbatim e sipër. Njeri sa i përket masës 3.6 ndahet shuma prej 110.000 euro për të përmbyllur pra masën, ndërkaq në anën tjetër kemi edhe masën 4.5 për të cilën ndahen 537.000 euro dhe janë shuma prej 1.65 milion euro pra që ndahen për mbështetjen e studentëve apo konkretisht programin bursa e mobilitetit, siç e paralajmëruat ju edhe në fjalimin hyrës. Pra është bursa e mobilitetit e cila për herë të parë fillon zbatimin dhe do të mbështes grupin e parë të studentëve prej 10.000 sash, pra 10.000 student, në ndërkohë presim edhe konfirmimet nga universitetet sa i përket vjushmërisë dhe aktivitetit të studentëve të tjerë dhe konsideroj që është një program i cili do të ketë impakt të jashtëzakonshëm, sidomos për ata studentë pra që vinë nga familje të cilat nuk kanë edhe aq tepër mundësi dhe për më tepër vinë edhe nga zona më të larta të vendit. Sepse siç e thatë edhe ju, bursa pra do të përcaktohet apo niveli i bursës varësisht nga distanca që studenti ka në mes të vend banimit ku jeton dhe vendit ku studiojnë. Pra do të jetë shuma e bursës do të varet nga kjo distancë. Kurse të gjithë studentët pra që kanë të ardhura të ulta apo që vinë nga familje me të ardhura të ulta do të kualifikohen. Prandaj konsideroj që është tepër e nevojshme që të merret një vendim i tillë dhe i ftoj kolegët për miratim. Faleminderit. Faleminderit, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. E kemi
Në vazhdim, shqyrtimi i propozim vendimit për ndryshim dhe plotësim e vendimit të qeverisë numër 09/270 datës 7 tetor 2025. Për më shumë e ftoj edhe një herë Ministrin e Detyrë të Financave dhe Punës Transfereve, Kurran Muratën, të merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Bëhet fjalë për një vendim të marrë më herët, pra një ndarje që ka qenë tek Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, por meqense se jo të gjitha mjetet pra kanë arritur të shpenzohen, një pjesë e tyre vlerohen dhe kthehen tek pakë ngjallës ekonomike për të shfrytzuar për vendimin që sapo morëm. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, nëse nuk e do fjalën dikush, i ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 15/158 datës 29 nëntor 2013 është pika në vijim. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës propozon për shqyrtim dhe miratim propozim vendimit nëpërmjet të cilit ndryshohet dhe plotësohet aneksi 1 në raport me regjimin e vizave ndaj qytetarëve të Republikës së Figjit, për të cilët vendos regjimi i vizave për hyrjen në Republikën e Kosovës. Rregulloria që i dha statusin e lëvizjes pa viza thekson qartë se për të siguruar një menaxhim të rregullt të migracionit dhe për të garantuar një mjedis të sigurt, Republika e Kosovës duhet të synojë harmonizim të mëtejshëm të politikës saj të vizave me atë të Bashkimit Evropian. Ftoj për më tepër Ministrin e Detyrë të Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe zonën kryeministrin, zonjën Donika Gërvalla Shfars, që ta merr fjalën. Faleminderit kryeministër, të nderuar koleg. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e propozon për shqyrtim dhe miratim marrjen e vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit Qeverisë Republikës Kosovës numër 15158 të datës 29 nëntor 2013, bazuar në rregulloren EBS të vitit 2018, rregulloria e vizave. Komisioni Evropian monitoron përmbushjen dhe respektimin e vazhdueshëm të kritereve specifike që rrjedhin nga marrëveshjet për lëvizje të lirë. Rrjedhimisht, Komisioni përgatit raporte vjetore si pjesë e mekanizmit pezullimit vizave, të cilat kanë për qëllim monitorimin e përafrimit të politikave të vizave me ato të Bashkimit Evropian. Aktualisht, Kosova ka regjim pa viza me 17 shtete që ndodhen në listën e vendeve ndaj të cilave Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Rregulloria që i dha Republikës Kosovës statusin e lëvizjes pa viza thekson qartë se për të siguruar një menaxhim të rregullt të migracionit dhe për të garantuar një mjedis sigurt, Republika e Kosovës duhet të synojë harmonizimin e plotë të politikës saj të vizave me atë të Bashkimit Evropian. Po ashtu, me qëllim të zbatimit të agjendës së reformave në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje ekonomike për Ballkanin Perëndimor, Kosova është zotuar të harmonizojë politikën e saj të vizave me atë të Bashkimit Evropian, duke shfuqizuar gradualisht marrëveshjet për lëvizje pa viza me shtetet për të cilat Bashkimi Evropian kërkon vizë, për të paktën një shtet në vit, duke filluar nga viti 2025. Prandaj, me qëllim të fillimit të procesit të harmonizimit të politikës së vizave me atë të Bashkimit Evropian, ju ftoj ta miratoni këtë propozim vendimi. Faleminderit. Faleminderit zëvendës kryeministër dhe Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. A do fjalën dikush për diskutim? Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin e komisionit profesional për përzgjedhjen e artistit, grupit të artistëve për ngritjen e memorialit për familjen Jashari dhe epopenë e UÇK-s në Bashkinë Hore Arbreshve në Itali është pika në vijim. Në kuadër të nismave për zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe komunitetit Arbresh, veçanërisht në ruajtjen, promovimin dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore arbreshe si pjesë e rëndësishme e historisë sonë të përbashkët, Qeveria e Republikës Kosovës inicion hapat për thellimin e këtij bashkëpunimi, duke e nisur procesin e ngritjes së memorialit për familjen Jashari dhe epopenë e UÇK-s në Bashkinë Hore Arbreshve në Itali. Ky projekt do të jetë donacion i qeverisë sonë për komunitetin Arbresh në Itali, në shenjë mirënjohje për ruajtjen e traditës dhe kulturës shqipe shqiptare atje, si dhe për kontributin që Arbresht e Italisë kanë dhënë për Kosovën gjatë luftës së viteve 1998-1999. Për ta prezantuar këtë nismë në hollësi,
Fjalën ja kaloj zëvendës ministrës në detyrë për kulturë, rini dhe sport, zonjës Daulina Osmani. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Ora Arbreshve është një nga qendrat më të rëndësishme të komunitetit arbresh në Itali, të cilët prej më shumë se 5 shekujsh kanë ruajtur në përkushtim gjuhën, kulturën dhe identitetin shqiptar. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në kuadër të mandatit të saj për ruajtjen, promovimin dhe zhvillimin e trashëgimisë sonë të përbashkët kulturore, synojnë që përmes diplomacisë publike dhe kulturore të promovoj vlerat tona kombëtare edhe në arenën ndërkombëtare. Me qëllim të fuqizimit të urave të bashkëpunimit ndërmjet komunitetit arbresh dhe popullit të Kosovës, propozojmë nismën për ngritjen e memorialit kushtuar familjes Jashari dhe epopesë së UÇK-s në bashkinë Hora Arbreshve në Itali. Ky projekt do të mbështetet dhe realizohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës, ndërsa lokacioni do të sigurohet nga Bashkia Hora Arbreshve. Me qëllim të realizimit të kësaj nisme, propozohet themelimi i komisionit profesional i përbërë nga profesionistë të fushës së artit dhe kulturës, Arlinda Hajrullahu kryesuese, Durim Abdullahu antar, Elvis Hoxha antar, Hajrullah Lushtaku antar, si dhe Sali Shoshi antar. Ky komision do të ketë përgjegjësinë të hartoj programin dhe kriteret profesionale të memorialit, të organizoj dhe koordinoj procesin e përzgjedhjes së artistit apo grupit të artistëve për realizimin e veprës memoriale, si dhe të përcaktoj vlerën financiare të saj. Vendosja e këtij memoriali ka një domethënie të thellë simbolike, historike dhe kombëtare, si për komunitetin arbresh në Itali, ashtu edhe për mbar kombin shqiptar. Përmes këtij hapi krijohet një lidhje e qëndrueshme ndërmjet trashëgimisë historike të arbreshve dhe sakrificës së historisë moderne të shqiptarëve të Kosovës, duke shërbyer njëkohësisht si mjet edukimi kulturor dhe historik për brezat e rinj. Andaj, me qëllim të qetësimit të hapave të lartë përmendur, ju ftoj që të miratohet propozim vendimi i paraqitur. Faleminderit zëvendës ministre Daulina Osmani. Do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe çështja e fundit tek pika të ndryshme është shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për zotëri Hafiz Gagicën. Sipas kërkesës së Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Ministria e Financave dhe Punës dhe Transfereve ka ndarë 50.000 euro për zotëri Hafiz Gagicën, i cili ka dhënë kontribut të madh gjatë viteve të 90-ta në organizimin politik të diasporës shqiptare, si dhe në mbështetjen e institucioneve të pavarura të Republikës së Kosovës. Aktualisht ai vun nga një sëmundje tetë e rëndë, e cila kërkon trajtim të vazhdueshëm mjekësor, kujdes të veçantë dhe shpenzime të konsiderueshme financiare, të cilat ai dhe familja e tij nuk mund t'i përballojnë. E ftoj zëvendës kryeministrin dhe ministrin e detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës, zonjën Donika Gërvalla, që ta merr fjalën dhe më pas ministrin e detyrë të financave, punës dhe transfereve, Hekuren Meratin, që po ashtu ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar kolegë, në vitet e 90-ta, Hafiz Gagica luajti një rol të rëndësishëm në mbrojtjen dhe çlirimin e Republikës Kosovës, në ngritjen dhe forcimin e sistemit paralel gjatë represionit ushtruar nga Serbia, si dhe në përfaqësimin e një zëri të fuqishëm dhe të padiskutueshëm të shqiptarëve për Kosovën në Gjermani dhe më gjërë. Për këtë angazhim, ai hoqi dorë nga një vend i sigurt pune në Gjermani për t'ju përkushtuar plotësisht veprimtarisë politike, duke u kthyer në bartësin kryesor të aktivitetit të mërgatës së viteve të 90-ta. Në Gjermani, në Evropë dhe më tej, duke marrë përsipër rol kyç të lidhjes mes Prishtinës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Gjatë viteve të 90-ta, si për presidentin Rugova, ashtu edhe për përfaqësues të tjerë përgjegjës të Republikës Kosovës, zyra në Königstrasse 54B në Stuttgart, faktikisht ishte qendra e dytë politike krahas Prishtinës dhe në drejtimin e Hafiz Gagicës shërbeu si pikë qendrore për logjistik, koordinim, kontakte politike dhe veprimtari të shumta të tjera. Një numër i madh udhëtimesh të presidentit Rugova dhe të delegacioneve të tjera në Gjermani, Zvicër, vende të tjera evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
u organizuan nga kjo qendër në Stuttgart në udhëheqjen e tij. Hafiz Gagica pati gjithashtu rol vendimtar në organizimin dhe sigurimin e financimit të sistemit paralel të Republikës Kosovës, veçanërisht në fushat e arsimit, shëndetësisë si dhe të furnizimit ushqimor. Në këtë periudhë teje të vështirë, qindra mijëra shqiptar përfituan mbështetje jetike fal organizimit të qëndrueshëm dhe angazhimit edhe personal të Hafiz Gagicës, si dhe shumë veprimtarëve të tjerë në Mërgat. Në Gjermani, ai inicoi dhe institucionalizoi kontakte intensive të Kosovës në vendin më të madh të Bashkimit Evropian dhe partnerin më të rëndësishëm evropian të NATO-s, me Bundestagun, qeverinë federale dhe mediat kryesore. Po ashtu, Hafiz Gagica ishte nismëtar i organizimit të demonstratave të mëdha të shqiptarëve në Gjermani, ku dhjetra mijëra bashkëdhetar, së bashku me miq gjerman, u mblodhen për ta bërë zërin e Kosovës të dëgjueshëm në proceset politike në Gjermani dhe në arenën ndërkombëtare. Demonstrata më e madhe e organizuar ndonjëherë nga një organizatë jo gjermane në historinë e Republikës Federale Gjermanisë ishte tubimi në vitin 1998 në Bonn, ku morën pjesë mbi 100.000 pjesëmarrës, duke kërkuar qartë dhe fuqishëm lirinë për Kosovën dhe përfundimin e shtypjes sërbe. Qysh në vitin 1991, Hafiz Gagica kontriboi në organizimin e ushtrimeve të grupeve të para ushtarake në Shqipëri. Figura të shquara dhe heronj të Kosovës, si Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Sali Çekaj, ishin ndër ata që morën pjesë në këto përgatitje për mbrojtjen e Kosovës, të cilat vendosën themelet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjatë viteve 98-99, Hafiz Gagica, duke shfrytzuar të gjitha kontaktet dhe mundësitë e tij, bashkëorganizoi një mbështetje të gjerë politike, logjistike, ushtarake dhe financiare për mbrojtjen e Kosovës. Ai vetë shpenzoi personalisht dhjetra mijëra marka gjermane nga mjetet e tij private dhe në vitet pasuese i shleu me përgjegjësi detyrimet financiare të krijuara. Personalitetet si Hafiz Gagica janë të pandashme nga lufta për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Qindra mijëra shqiptar në Gjermani dhe në Kosovë janë të ndërgjegjshëm për këtë dhe respektojnë atë me të drejtë. Sot, kur gjendja e tij shëndetësore është e rënduar, ai ka të drejtë të presë solidaritetin tonë, të njëjtin solidaritet që ai e tregoi pa hezitim për Kosovën në periudhën e kërcënimit më të madh. Fjalën e kaloj Ministrit Financave Ekran Muratit. Faleminderit i nderuar kryeministër, faleminderit i nderuar zëvendës kryeministre për këtë biografi të shkurtër të veprës së zotëri Gagicës. Në pajtim edhe me kërkesën e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ne pra kemi prezantuar apo propozojmë ndarjen e mjeteve në shumë prej 50.000 euro, të cilat do të merren nga shpenzimet e paparashikuara me kod 13100. Dhe mjetet pra transferohen në thesar, e me këtë rast pastaj në bashkëpunim dhe në koordinim edhe me MPJD-n caktohet llogaria bankare përfituese për zotëri Gagicën. Faleminderit. Faleminderit, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq përfundon mbledhja e sotme. Ju faleminderit.